Bashkimi Demokratik për Integrim është drejtuar publikisht partive shqiptare në qeveri me thirrjen për zgjedhje të parakohshme. Nëse nuk keni frikë nga vullneti i popullit, atëherë jani në zgjedhje të parakohshme, thonë ndër të tjerat nga BDI. Bashkimi Demokratik për Integrim i drejtohet publikisht partive shqiptare në qeveri me thirrje të qartë. Nëse nuk keni frikë nga vullneti i popullit, e jani të shkojmë në zgjedhje të parakohshme. Nëse mendoni se populli pajtohet që partitë humbse të përfaqësojnë shqiptarët, e jani në zgjedhje. Nëse mendoni që është në rregull që ministrinë për marrëveshjen e Ohrit të udhëhiqet nga një putinist i cili e mohon atë, e jani në zgjedhje. Nëse mendoni që shqiptarët e pranojnë anulimin e balancuesit, e jani në zgjedhje. Nëse mendoni se punësimet një etnike e selektive nuk krijojnë pakënaqësi, e jani në zgjedhje. Nëse mendoni se shqiptarët janë të kënaqur me përjashtimin e diasporës nga regjistrimi, e jani në zgjedhje. Nëse mendoni se shqiptarët pranojnë që të mos negociojnë në emër të shtetit, e jani në zgjedhje. Nëse mendoni që është normale që inspektorët e gjuhës shqipe të japin ndërheqje pasi nuk kanë pranuar rrogë mbi 4 muaj, e jani në zgjedhje. Qofse ju mendoni që kjo është rruga e duhur për shqiptarët, atëherë e jani në zgjedhje, sepse ai që është i bindur në rrugën e tij nuk ju ik atyre. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk i friksohet vullnetit të popullit. Ne e vlerësojmë, e respektojmë dhe i besojmë atij. Nëse ju e bëni të njëjtën gjë, atëherë e jani në zgjedhje. Ne jemi gati.